Sultani, një fitore e thellë sot, ndeshje duke stërvitore. Po, ashtu si erdhi në ngjarje, të drejtën u kthy një ndeshje stërvitore, por e rëndësishme është që kishte vlerësuar si ndeshje dhe u zgjodhu shumë shpejt. Në fund kjo është e rëndësishme se djemtë bëjnë maksimumin, pavarësisht se cili është niveli i kundërshtarit, ku të drejtën sot ndryshe nga 3 herët e tjera që u përballën me Laçin, sot kishin përballë një Laç ndryshe, si duket sezoni i zgjatur ka kanë lodhshëm për skuadrën. Megjithatë ky duket se nuk është kampionati i vërtetë i Vllaznis. Do të vendi i saj duhet ishte në skuadrat e play-off. Në harkun e një viti nuk mund të ankosh, sepse në fundit askush nuk pengon që ti jesh në 5-shën e parë. Ne kena gabu në disa ndeshje që nuk është dash me gabu, ashtu sikur se ky ekip ka zhvilluar ndoshta ndeshjet më të mira të kampionatit me kryesuesit me ekipet e Partizanit dhe Tiranës, ku ka marrë rezultate pozitive, por ka çdo ndoshta me ekipet nuk mund të them dorë dytë, por jo të nivelit të Tiranës dhe Partizanit, dhe këto gabime sigurisht kanë pasur edhe koston e tyre duke humb 5-shën e parë, pavarësisht se me gol averazh, por që gjithsesi duhet skuadra të jetë më kujdesshme, të kenë mentalitet më fituesit, sepse përfaqësojnë një skuadër e cila historikisht është mësuar për me lujt mirë për me fituar. Disa lojtarë me aftësi të mira, teknike, taktike tek skuadra juaj. Premtojnë për ta? Po ndoshta kjo është keqardhja e kësaj renditjes edhe peshës parë që thamë më përpara, sepse mundësitë e skuadrës janë për të përballë me skuadrat më të mira të kampionat. Por këto duhet kuptojnë se në futboll nuk ka moment relaksit. Çdo gjë duhet vlerësohet maksimalisht, çdo kundërshtar, çdo seancë stërvitore, çdo ndeshje, sepse vetëm këtë formë mund të rritesh, pavarësisht cilësive si ke apo dhënave të mira që mund të kesh. Nëse ti nuk bën maksimumin ditë ditë, sigurisht se ato merren vetëm në kuadrin e cilësive natyrale dhe nëse nuk i edukon, nuk i vlerëson ashtu si duhet, normalisht se nuk vlen. Sigurisht që ka disa lojtarë të drejtën të cilët kanë cilësi të mira sportive, por që kanë një punë shumë të madhe përpara dhe ju duhet një vlerësim maksimal për punën për të arritur diku. Sot pas disa javësh mungesë rikthehemi në bankinë. Duket që u rikthy drejtësia në vend apo nuk duhet i kthehem asaj histori, sepse të drejtën është tragjikomike, por e rëndësishme është që ne mos t'i japim shembull jo të mirë, gjë që të drejtën e kam thënë edhe më përpara, mas 14 viteve karrierë si sportist dhe 7 viteve si trajner, mora Kërtën Kuq ritheksoj një parking ku nuk isha aty prezent, por tashmë është një gjë e kaluar dhe rëndësi ka që ne këtu të punojmë dita ditë, pastaj këto episodet edhe në rastet kur janë ndoshta edhe të pa drejta, duhet i hadhim as shpinë. Faleminderit. Faleminderit.